Pas muajve të gjatë të ngjeshur me aktivitete dhe pas zgjedhjeve të dështuara të tetorit për shkak të mosarritjes së censusit, mbrëm qytetarët vendosën. Në krye të komunës së Gostivarit, zgjodhën ta ulin Valbon Limanin, ndërsa komuna e Vrapçishtit do të drejtohet nga Isen Shabani edhe për 4 vite të ardhshme. Edhe Limani edhe Shabani u bën bashkë në kremtimin e fitores, ndërsa bashkë me falendarimin për qytetarët që i mbështetën gjatë këtij rrugtimi, ata theksuan se zgjedhjet më përfunduan dhe se të gjithë qytetarët do të trajtohen pa asnjë dallim. Dallimi me kundër kandidatin është më tepër se 2-1. Gostivarasit votuan me Gostivarin në zemër dhe të gjithë u dërgojmë vetëm një mesazh, të fala nga Gostivari. Falenderojmë çdo aktivisti, çdo qytetari i cili votoi, por edhe i cili nuk na votoi. Pej këtu zotohemi se edhe unë, edhe i gjithë ekipi, edhe Këshilli Komunal do t'i shërbejmë Gostivarasve mbi gjitha ndershëm dhe do t'a bëjmë më të mirën për Gostivarin. Ju falenderoj. Sonte jemi këtu para jush për të festuar fitoren në komunën e Vrapçishtit, ku ne po të njëjtë të themi kemi një rezultat 2-1, afërsisht nëse përkthejmë në numër të votave, dallimi është diku 3000 vota jemi ne përsi. Falënderim të veçantë për aktivin politik të Aleancës Kombëtare për Integrim, sigurisht që nuk diskutohet dhe dilejderëve tanë që na kanë mbështetur maksimum 24/7, zotin Arben Taravari dhe zotin Ali Ahmeti. Na prit të mbara urime. Limani dhe Shabani fituan nën logon e Aleancës Kombëtare për Integrim, ndërsa festës së tyre ju bashkangjitën kryetarët e partive të koalicionit Ali Ahmeti dhe Arben Taravari. Këto komuna si Gostivar dhe Vrapçisht që na është bërë me hile. Përveç që është përdor në komuna tjera inxhinieringu, këtu është përdor një mjet tjetër sabotazha, bojkoti që ne të mos triumfojmë në rrethin e parë të zgjedhjeve. Duhet ndaj këshetësim që nuk e kam shfaq. A thua do shkilet besa e dhonë. Dua të falenderoj çdo aktivist Bashkimi Demokratik për Integrim, të Aleancës Shqiptare që kanë punu, që kanë vepru, të gjithë bashkarisht për shpinë e përbashkët dhe për të ruajt besën e dhanë. Kjo ka qenë shumë e rëndësi dhe këtë kam dashur që ta ndaj me ju dhe me gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë që na i duan të mirën dhe punojmë për të mirën e tyre. Iseni dhe Valboni, zbashku me ekipet e veta, Valdeti dhe Evzali, prej nesër do t'jen kryetar të komunës për të gjithë qytetarët e Gostivarit njësoj, pavarësisht përkatësisë etnike, politike, apo çfarë do qoftë përkatësie tjetër. Besoj se Aleanca Kombëtare për Integrim u tregua se bashkë mund të bëjmë rezultate të jashtëzakonshme dhe kjo më është një frymë e re e cila besoj se do të vazhdojë në zgjedhjet parlamentare të cilat unë i pres 2026, ndash ato të mbahen në maj apo në tetor. Kujtojmë se Valbon Limani dhe Isen Shabani zhvilluan fushata të qeta, dinjitoze dhe të matura, pa fyerje dhe pa shpifje ndaj kundër kandidatëve. Në çdo takim dhe turbim, ata prezantuan qartë vizionin e tyre, programet konkrete dhe mundësitë reale për realizimin e të njëjtave. Valbon Limani në këtë garë kishte kundër kandidat Nevzat Bejtën nga Vlen, ndërsa Isen Shabani kishte Zulhajrat Demirin, që të dy këta të fundit u kanë urruar fitoren kundër kandidatëve duke theksuar se populli gjithnjë ka të drejtë në vendimet që merr.